Shkolla jo publike FAI Konica organizoi një konkurs kërcimi në prag të përfundimit të vitit shkollor, ku nxënësit e të gjithë ciklit nëntëvjeçar me performancat e tyre dhuruan spektakël dhe emocione. Performuar në zhanre dhe stile të ndryshme, nga kërcimet klasike deri tek ato moderne, përballë mësuesve, prindërve e familjarëve të tjerë që u përfshin nga entuziazmi i garës. Më të mirët u vlerësuan me çmime, medalje, certifikata dhe kupa për grupet, por edhe për performancat individuale, ndërsa disa prej fituesve ndan emocionet e tyre. Jam Nikol Gjuleku, jam të klasës e 6 të shkollës FAI Konica dhe i mora çmimin e parë. Jam trajnuar me mësuese Elvirën, kam muaj të tëra që përgatitem edhe adhuroj kërcimin pasi është një artë që na i lejon të shprehim të gjitha emocionet tona. Jemi klasa 3A dhe fituam çmimin e parë. Drejtoresha e ciklit të ulët në shkollën FAI Konica, Aurela Canaj, ndau disa detaje nga puna disa mujore për përgatitjen e fëmijëve për këtë konkurs. Falë për kushtimit të këtyre mësuesve të apasionuar që ne kemi, mësuesit të baletit, mësuesit të muzikës, mundohen të nxjerrin nga fëmijët më të mirën, emocionin, talentin që nuk e shfaqen ndoshta në lëndë të tjera. Elvira Harizaj, mësuesja e baletit, u shpreh e lumtur për realizimin e këtij konkursi dhe për rezultatin që puna e saj e palodhur solli në skenë. Është viti i tretë që bëhet dhe tregon që baleti duhet jetë jo vetëm pjesë e shkollës, por pjesë e përditshme e fëmijëve, sepse vërtet nuk kanë as aktivitete as një gjë dhe kjo është një mënyrë për të qetësuar mendjen edhe shpirtin. Shkolla jo publike FAI Konica organizon një seri aktivitetesh kulturore e tematike gjatë vitit shkollor.